Jozi dhe Loredana janë ulur në një cep të shtëpisë, duke u siguruar që askush nuk i dëgjon, ndërsa fillojnë të diskutojnë për planin e tyre kundër Gjestit. Të dy duken serioz, ndërsa fjalët e tyre janë të mbushura me vendosmëri dhe strategji. Unë nuk e duroj dot më Gjestin, thot Loredana me nervozizëm, duke përplasur duart mbi tavolinë. Ai sillet sikur është i pathyeshëm, por në të vërtetë është thjesht një manipulues. Është koha ta largojmë nga loja. Jozi tund kokën në shenjë miratimi, ndërsa mbështetet në karrige dhe e shikon Loredanën me një shprehje të menduar. E di, ai po bën shumë lëvizje të rrezikshme dhe po mundohet të na hedhë të gjithëve kundër njëri tjetrit. Nuk mund ta lëm të vazhdoj kështu. Nëse nuk e ndalim tani, ai do të na eliminojë një nga një. Loredana pshertin dhe kalon gishtat në flokët e saj, duke u menduar për një moment. E vetmja mënyrë që ai të largohet shpejt është me një zarf të zi. Nëse arrijmë të krijojmë një situatë të rëndë kundër tij, do ta detyrojmë vëllain e madh ta nxjerrë jashtë menjëherë. Jozi buzëqesh me ironi dhe mbështet bërylat mbi gjunjë, duke u afruar më pranë saj. Dhe si do ta bëjmë këtë? Duhet një plan i zgjuar, diçka që të duket si një shkelje e rëndë e rregullave nga ana e tij. Nëse veprojmë me kujdes, ai do të jetë i eliminuar para se të kuptojë çfarë po ndodh. Loredana ngre vetullat dhe një buzëqeshje dinake i shfaqet në fytyrë. E thjesht. E dim që ai ka një temperament shpërthyes. Nëse e nxisim mjaftueshëm, mund ta bëjmë të reagojë ashpër. Ndoshta edhe ta detyrojmë të thotë diçka të palejueshme ose të sillet agresivisht. Pastaj, vëllai i madh nuk do të ketë zgjidhje tjetër veç se ta dënojë me zarf të zi. Jozi qesh dhe shikon nga larg, sikur po planifikon çdo hap në mendjen e tij. Për këtë duhet durim. Nuk mund ta bëjmë menjëherë, sepse do të duket e qëllimshme. Duhet të krijojmë situata që ta shtyjnë drejt gabimit, ta bëjmë të ndiejë presion derisa të shpërthejë vetë. Loredana tund kokën, duke u pajtuar plotësisht me idenë. E saktë. Do të veprojmë ngadalë, do ta bëjmë të ndihet i izoluar, do ta vendosim përballë të gjithëve. Dhe kur të vijë momenti, ai do të bëjë një hap të gabuar dhe paf. Zarfi i zi do ta largojë nga loja. Të dy qeshin lehtë, duke ndjerë kënaqësinë e planit të tyre të fshehtë. Ata e dinë se për ta zbatuar këtë duhet të veprojnë me kujdes dhe të jenë të duruar. Por në mendjen e tyre, largimi i Gjestit është tashmë një fakt i kryer, vetëm koha do ta vërtetojë.